Ditën e votimit një nga deputetët kyç që luajti rol në miratimin e këtij ligji ishte edhe deputeti Ilir Demiri, nëse mund ta quaj ish deputeti juaj apo sepse ai pati paralajmëruar që do të veprojë i pavarur mirë po në frymën e Aleancës për Shqiptarët, ndërsa ditë pakëm qëndrimet e kundërta. Pra, më vjen keq të konstatoj që vetëm dokument që ka nënshkruar zoti Demiri, ku është fjalë Aleancë për Shqiptarët, është ditë kur doli pavarur. Deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe ato që janë në frymën e Aleancës për Shqiptarët, ja ku janë. Është Elia Ziri, është Ilir Dauti, dhe nuk mund të jetë në frymën e Aleancës për Shqiptarët, për sa kohë që merr vendim në kundërshtim me qëndrimin politik që ka Aleanca për Shqiptarët, por në të njëjtën kohë është deklaruar vetë që është i pavarur, me fjalë është nuk mbron qëndrimet politike që ne kemi, por në të njëjtën kohë edhe ne distancohemi nga veprimi politik që ai bëri ditën që ju e thoni s'kam çfarë bëj tjetër. Deputeti është i lirë të veprojë dhe të votojë ashtu siç ai don, po aq më tepër që s'është pjesë jona, vetë të deklaruar.